Të gjithë e dim se Çajiri është simbol i kaosit urban dhe ndërtimeve pa leje. Dhe kjo do ndalet më njëherë në 60 ditët e para. Krijojmë shtabin e dytë të krizës për ndërtime pa leje. Ekip koordinues i inspektorateve ndërtimore, komunale dhe urbanistike, që do të bëjë revizion të gjitha ndërtimeve që janë në vijim e sipër, por edhe të gjitha lejeve në proces dhe çdo procedure në sektorin e urbanizimit. Dhe nuk do të lejojmë asnjë pollëm e Çajirit të ndërtohet jashtë standardeve dhe ligjeve. Këtu dua të porosis të gjithë ata të cilët ndërtojnë në përputhje me ligjin dhe standardet, se nuk duhet shqetësohen fare. Mirë po, mafja e ndërtimeve pa leje që ka zënë rënjë të thella dhe po e shkatron komunën tonë, do të shërënjoset. Edhe në fund, në 60 ditët e para, do të bëjmë revizion të plot financiar të punës komunës. Sipas informatave, Çajiri është komuna më e korruptuar dhe financiarisht jo efikase. Me një revizion të jashtëm dhe të pavarur, do të kontrollojmë të gjitha transaksionet me qëllim të eliminimit të shpenzimeve jo produktive, lokalizimin e abuzimeve financiare dhe ridrejtimin e mjeteve tek qytetarët.